Në Juglindje janë shtuar rastet e dhunës në familje. Raste, sipas specialistëve të fushës, janë rritur për shkak të kushteve të vështira ekonomike, emigracionit dhe xhelozisë. Ajo që na ka bërë në përshtypje profesionistëve është që pavarësisht se ka momente të denoncimit të rasteve të dhunës në organet kompetente, është parë që në momentin që rasti çohet në polici, në momentin që kapet ose personi i cili dhunon, dhunuesi në këtë rast, pastaj gruaja, vajza ose fëmia duan të tërheqin denoncimin për shkak të presionit të madh që ndodh brenda në familje, ndoshta edhe të familjes dhe të komunitetit në përgjithësi. Një gjë e tillë pranohet edhe nga avokati Cristiano Kocibelli, i cili shton se ka patur jo pak raste kur gjykata e Korçës ka vazhduar hetimin pa praninë e palës të dhunuar në seancën gjyqësore. Kemi pasur dy lloje të rasteve. Së pari kur gjykata e ka vazhduar gjykimin, pavarësisht se dhe kur nuk ka qenë e pranishme pala kallëzuese në gjykim, po ka pasur raste kur gjykata e ka pranuar tërheqjen e ankimit dhe e ka pushuar çështjen. Burime zyrtare pranë Drejtorisë Vendore të Policisë së Korçës bëjnë me dije se gjatë periudhës janar-maj janë regjistruar më shumë se 90 raste dhunë në familje. Personat e dhunuar janë pajisur të gjithë me urdhër të menjëhershëm mbrojtje.